për të përparuar duke ndjekur të gjithë hartën e rrugës së negociatave, për të qenë gjithmonë gati sapo të vinte dita jonë. Nga ana tjetër, ne ngritëm çdo vit më lart emrin e Shqipërisë dhe e pozicionuam ndërkombëtarisht flamurin ton kombëtar aty ku jo nuk kishte qenë kurrë, po ku as imagjinoi për hir të vërtetës, deri në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Po ashtu, ndërtuam kanale komunikimit të drejtë për drejtë me partnerët tanë ndërkombëtar në kohë reale dhe në nivelet më të larta, duke arritur deri të influencojmë, dhe për këtë jam shumë krenar, politikën e Bashkimit Evropian ndaj rajonit tonë. Dhe konkretisht, plani i ri i rritjes, i cili solli një mbështetje financiare ekstra për vendet e Ballkanit Perëndimor, nisi këtu në Tiranë nga takimet bilaterale dhe u përpunua gjatë gjithë kontakteve, qoftë me Brukselin, qoftë me kryeqytetet, duke i bindur aktorët kyç të politikës evropiane se duhej bërë një sforco ekstra, në ndërkohë që vendet tona vazhdojnë procesin në rrugën e antarësimit. Shkurt fjala, ne luftuam, ne duruam dhe në fund e fituam me merit të plot ndeshjen e gjatë politike dhe diplomatike për të hapur negociatat e antarësimit duke ulur në tryezë ballë për ballë me Komisionin Evropian. Dhe sot jemi aty ku nuk mund absolutisht të parafiturohej kur e nisën detyrën. Dhe kur Shqipëria shihej në rastin më të mirë me keqardhje, në rastin më të zakonshëm me mosbesim të plot dhe në rastin më të keq me përçmim. Pse jemi aty ku nuk mund të imagjinoj? Jo se hapëm negociatat, por sepse sot ne, Shqipëria, kemi në tryezë një plan të dakordsuar me BE-n për të mbyllur negociatat për 2 vitet e ardhshme. Dhe për herë të parë kemi në dorë mundësinë historike, mundësinë reale, mundësinë aktuale që të hyjmë Bashkimin Evropian. Të hyjmë tani brenda kësaj dekade, jo në dekadën e ardhshme, sepse yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Ylli i fatit tonë është rreshtuar me yjet e fatit të Europës. Dhe po e përsëris, këtë mundësi nuk e kemi pasur kurrë, sepse për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hyjmë sa më parë në Bashkimin Evropian, por është edhe Bashkimi Evropian që kërkon të na marrë brenda në gjirin e vet sa më parë. Prandaj dhe po negociojmë me një vrull të jashtëzakonshëm, një vrull i dyanshëm, jo thjesht nga ana jonë, po dhe nga ana tyre, për të mbyllur në një harë kohe rekord absolut, duke pas parasysh që vetëm 10 i kemi nisur negociatat, hark 3 vjeçar, një proces që për të tjerët ka zgjatur shumë më tempo. Duhet t'ja u tregojmë njerëzve, duhet t'ja u vëmë përpara syve realitetit, dhe duhet të gjithë ta marrin pak me mend që Mali i Zi i ka nisur negociatat në 2012, kur ne nuk ishim akoma kandidat për Bashkimin Evropian. Serbia në 2014, ndërsa Maqedonia, e cila ndroi edhe emrin për të futur në Bashkimin Evropian, imagjinojeni, e ka marrë statusin e kandidatit në vitin 2005 dhe akoma nuk i ka filluar negociat. Ne kemi shansin historik të mbyllim për 3 vjet, 2024-2027,
por për këtë na duhet të mos humbasim as edhe 1 minutë, si dhe t'i çojmë BE-s një mesazh të fuqishëm nga populli shqiptar i 11 majit, një mesazh për te shumicës aritmetike. Duam pasaportën e BE-s për Shqipërinë dhe për çdo shqiptar dhe shqiptare. Një pasaport për çdo shqiptar është një ambicie që deri pak vitën parë do të dukej çmenduri ta kishim në prag të zgjedhjeve për mandatën e katërt. Kjo është një pasaport që ngjan shumë me atë që çdo shqiptar do të ketë në dorë. Këto janë elementet e ri të sigurisë pasaportës për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është shqipja. Shqipja është simbolikisht fytyra e pasaportës 0. Shqipe, Tirana. Ne kom si shqiptare. Qytetare shqiptare me një pasaport evropian. Sa herë zbresim prej 35 vjetësh në një aeroport në Itali, në Gjermani, në Greqi, ku do tjetë në BE, na tregojnë me gisht një korridor më vete, ku duhet shkojmë dhe të futemi në radhë si në korat e vjetra. Ndërkohë që europianët që zbresin bashkë me ne nga avioni apo nga trageti, kalojnë me shpejtësi në një korridor tjetër, pa radhë dhe dalin matan sa hapen mbyll syt nuk duken më. Ne vërtet s'kemi viza për të lëvizur në Europë, por ama s'kemi as të drejtë për të ndaluar në një vend Bashkimit Evropian. Prandaj, kur arrim kufit e BE-s, aty në radhë, na merr në pyetje gjithmonë një polic që e kthen pasaportën mbare mbrapsht dhe pastaj pyet ku po shkon, sa lek ke me vetë, me kë je, kush t'ka ftuar, ke ndonjë rezervim hoteli, ku do rish, sa do rish, dhe pastaj të thot atë fjalinë të mërshme kur do ikësh. Kjo është një histori që mund vazhdoj shumë gjatë akoma nëse ne së bashku nuk e mbyllim përfundimisht, duke i vënë kapak, në mënyrë që mos na ndaj më askush nga ajo tufa e bashkëpunëtarëve tanë europian, kudo ku lëvizim brenda perimetrit BE-s. Që të mos hyjmë më në radhë, që të mos japim më llogari përpara një polici në aeroport, sepse po hymë në një vend të BE-s. Ne mund të sigurojmë çdo shqiptari e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030. Mesazhi ynë është i qartë. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4, po na duhet një mandat i fortë, më i fortë se të 3 mandatet e deri sotme. Prandaj, kush e do pasaportën e BE-s, patjetër duhet japi kontribut që Shqipëria të hyjë në BE dhe kontributi për Shqipërinë në BE është investimi i votës aty në qendër të fletës votimit, ku është numri 5 dhe ku shkruan Partia Socialiste dhe Tiranë. Askush tjetër, këtë duhet ta bëjmë shumë të qartë për gjithë. Nuk i pajis do të shqiptarët me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Çdo luhatje, çdo ndalesë, çdo konfuzion e bën afatin e 2027-s të digjet. Sepse 1000 vajza dhe djemë që teksa ne po flasim sot janë në zyra dhe punojnë për negociatat,
kanë një kalendar aq të ngjeshur sa që çdo javë dy ministret tona, Majlinda dhe Adea, që janë krye negociatorja dhe zëvendës krye negociatorja, ulen përpara palës europiane dhe japin llogari se çfarë u bë javën e shkuar, javë për javë për javë për javë. Janë qerek milion faqe me legjislacion, me rregullore, me dokumentacion që duhet absorbuar i gjithi, në ndërkohë që janë edhe reformat për të thelluar, e s'mund t'i thelloj dot askush tjetër përveç nesh. Pasaporta europiane shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga i korridori pa radhë, në çdo aeroport, në çdo port, në çdo dogan toksore, po është edhe liri qëndrimi në çdo pikë brenda perimetrit të